GJKK vendosi të kalojë për gjykim dosjen në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, bashkëshortes së tij si dhe personave të tjerë të akuzuar. Në total, veç Veliajt janë 28 të akuzuar, si biznesmen, por edhe shoqëri të ndryshme. Vendimi u mor nga gjyqtarja Etleva Deda, ndërsa kryebashkiaku Veliaj mësoi se nuk ishte i pranishëm në gjyqin paraprak. Ndërkohë avokatët e tij bojkotuan seancën me argumentin se ka pasur shkelje të rënda të procesit të rregullt ligjor. Gjatë seancave të mëparshme, Veliaj ka pretenduar se është mohuar e drejta për mbrojtje efektive, pasi nuk është njohur me dosjen hetimore. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në qeli që nga 10 shkurti i vitit të kaluar, SPAK e akuzon për 13 akuza, mes të cilave korrupsioni pasiv, pastrimi i parave, mosdeklarim pasurie si dhe shpërdorim detyre. Shumica e akuzave është ajo e korrupsionit pasiv e kryer në 9 raste, ku SPAK pretendon se Veliaj ka marrë përfitime të parregullta nga disa kompani të cilave u është dhënë më pas leje ndërtimi. Biznesmenët akuzojnë për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash. Në akuzë është edhe ish deputetja e PS, Klotilda Bushka, e cila sipas SPAK ka tentuar të pengojë hetimet, si dhe një gardian i burgut të Durrësit që i dha telefonin Veliajt.